Deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike Bledi Himçi ka denoncuar sipas tij manipulimin që policia po bën provave të publikuara pak ditë më parë për parregullsitë e votave në fshatin Pekish të qarkut Elbasanit. Në një deklaratë për mediat, Himçi shprehet se policia i shmanget një element i kyç në hetim, sekuestrimit dhe kqyrjes së materialeve filmike të kamerave të lokalit. Në komunikatën për shtyp në lidhje me menaxhimin e provave në një lokal në fshatin Pekish të Peqinit, policia flet vetëm për materiale zgjedhore të falsifikuara si pasaj, duke lënë jashtë disa element të tjerë kriminal. Policia e Elbasanit fsheh kartat e identitetit, të cilat po vetë i ka fotografuar në tavolinën e lokalit, po ashtu parat që janë gjendur në mesin e provave të përgatitura për të blerë vota, i fut në portofolin e patronazhistit socialist. Gjithashtu, policia i shmanget një elementi, kyç në hetim, sekuestrimit dhe kqyrjes së materialeve filmike të kamerave të lokalit. Aty do dilte qartë nëse parat kanë qenë në banak apo në kulet dhe kush ka hyrë dhe ka dalë nga lokali në datat 10 dhe 11 maj. Përpjekja është e qartë patronazhisti të marrë një dënim sa për të kaluar radhën për falsifikim materiale zgjedhore dhe të shpërfillen akuzat për blerje votash, shtrëngim me qëllim ndryshimin e vullnetit të zgjedhësve. Denoncimi i Himçit është vetëm një nga rastet e shumta të cilësuara si krime elektorale nga Partia Demokratike në zgjedhjet e 11 majit.